Në kuadër të festimeve për 35-vjetorin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, është zhvilluar një aktivitet politik dhe ceremonial ku kanë marrë pjesë drejtues të lartë të partisë dhe figura të saj historike. Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij, ka vlerësuar rrugtimin e Partisë Socialiste ndër vite, duke e lidhur atë ngushtë me transformimet politike dhe sociale të vendit në 3 dekadat e fundit, duke marrë shkas nga protesta për zvërnecin që zhvillohet vetëm pak metra më larg përballë kryeministrisë. Rama tha se janë prodhuar përmbajtje për të ushqyer zemërimin. Protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anullimin e një investimi madhor që do të ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë. Edhe unë personalisht po të isha një qytetar që informohet nga rrjetet sociale duke dëgjuar dhe parë turlilojet e gjysmë të vërtetave të fryra çdo minutë në vorbullat e kanaleve të dala me tërbim nga shtrati, pelikan të ngordhur, flamingo narrati, ruspa rrafshuese të natyrës, gradacela mbi lagunën dhe mbi Sazan, tabel kufiri e Izraelit mbi një gardh me tela me gjëmba, do kisha dalë në bulevard, i llahtarisur nga gjithë ai apokalips digital. Rama e ka cilësuar Shqipërinë si një amanet të shenjtë, duke theksuar përgjegjësinë e brezit aktual për ta çuar vendin përpara në rrugën e zhvillimit dhe integrimit evropian. Për ne, për mua, Shqipëria është një amanet i shenjtë në syt, në mendjen dhe në zemrën time. Prandaj jam krenar sot në këtë përvjetor përballë të gjithëve ju. Qoftë përballë atyre që më besuan kur mora drejtimin e kësaj partie të madhe, qoftë përballë atyre që ishin në drejtën e tyre të mos më besonin, si njeriu në dur në krye të kësaj familje politike. Kryeministri Edi Rama tha se protestuesit po manipulohen, duke i quajtur një kurth që po nxitet edhe nga vendet e huaja. Rama i ftoi protestuesit që të shkojnë të shohin faktet. Dhe në emër të atyre interesave, në tryezë ne kemi bërë qartë 2 gjëra themelore. Ishulli nuk shitet, gjë që për hir të vërtetës as nuk e kanë kërkuar. Dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti kërkon të marrë pjesë si partner në investim dhe kërkon pjesë nga fitimi i investimit për popullin shqiptar. Ai u shpreh gjithashtu se objektivi i përbashkët mbetet avancimi i vendit drejt standardeve më të larta të Bashkimit Evropian, duke përdorur një gjuhë simbolike për të nënvizuar aspiratat afatgjata të Shqipërisë. Ne jemi këtu për Shqipërinë dhe Shqipëria 2030-s do të jetë në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030-s do të jetë vendi për të cilin ne të gjithë do të jemi krenar. Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë theksoi se ardhmja e vendit duhet ndërtuar mbi bashkëpunim dhe vizion të përbashkët. Dhe ajo që ne duam të bëjmë me atë investim nuk është një biznes i radhës në plazh në Bregdet, po është një xhevahir që ne duam t'ia vëmë kurorës së Mesdheut në emër të Republikës Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar. Në emër të gjithë fëmijëve tanë, që kur të dëgjojnë për destinacionet ku të gjithë ata që dalin në bulevard dhe shohin veten në ekran, shkojnë për të bërë pushimet e tyre, t'ju thonë të tjerëve kemi dhe ne Vlorën, kemi dhe ne Zvërnecin.